Me gvajnë dardën leka dhe gjam 27 vjec, duke punuar si usta I shtepisej të ndjartues I vogel në Shkoder. Nuk është pikerisht profesioni me ishkelker ke mund të imagjinohet, por ofron stabilitet. Regulloj sistemet e ngrohjes, instaloj instalimet e regja, zblokoj kanalizimet e blokuara, çdo gjë që mban shtepi të ingjerezve funksionale siç duhet. Gjetoj vetëm në një shtepi të vjetër me stil tradicional në periferit e qytetit, nga ato banesa me dishme që gervishten dhe një verande që ka pare dekada me të mira. E bleva me një çmim të mire disa vite me pare, duke menduar se ishte me mireset e mergja me kira pa fund. Ditet e mjanë gjekin një rutine mjaft standarde. Kafe në lingjën e djelit, dhe tira pune deri në perëndim të djelit. Pastaj kthehem në shtepi për të ngrohur diçka të thjeshtë në mikrovale dhe të rrezohem në divan me ngjeliber ose me televizorin që bubulinte në sfond. Nuk mbaj shumë gjetes sociali. Pasi marrëdhënia ime e me pashme përfundua kek, një romanse studentore që u shperbe në asgjë, gjetër vetë në gjengja shte plagosura, kam mbajtur distancen nga të qeret. Pa komplikacione, pa pritshmëri, vetëm une dhe telefonatat e rastësishme nga klientet, lagja mban gjë atmosfere të kete, kryesisht banorët e moshuar dhe familje që shohin punën e tyre, I përshëndes me koke kur I takoj, por kjo është thelbësisht e gjithi, përveç e lires. A gjo u zvendos ketu rreth 10 muaj me pare ne vilen I vogël disa dirme poshte në nga imgja. E gjo është në të dizetate hershmej. Punon si redaktore e pavarur dore shkrimesh nga shtapja e saj, vazhdimisht e zvitur në punë redaktuese dhe afate. Jemi takuar disa here, kryesisht kur ajo me kontaktonte per një regullim të shpeshte. Një rubinet kë pikonte në një rast, një seles dritë kë nuk funksionon të here që tjerë, në kembim, ajo silte një pjate me biskota shtepi ose një kavanoz me marmelate. Asgjë inderlikuar, thjesht gest të fëkingjësore. Ajo ka kete menyret të kete me tipare të teksuara dhe floket gjithmonë të kapur pas, sikur të ishte gati për çdo gjë. Por ka diçka të rezervuar në si të saj, sikur mbante historike nuk I thoshte, nuk kemi folur kurrë shumë për të gjërave themlore. Faleminderit kë erdhe, thoshte ajo. Pa problem I përgjigjesha une, ki ishte modeli yne I vendosur. Ishte një e shtune pas dite kur rrethanat ndryshuan. Dili ishte I dukshem, por kishte ate ftohtesi të le vjeshte në ajer, nga ajo këtë benteve shesh. Një bluze me menget të gjata. Isha në garazin tim duke reguluar, diçka me një kuti veglash të vjetër kur telefoni e mzuri. Ishte Elira. Hej, Dardan, me falke të shketesoj në fungjave, por drita në verëndën time pon dizet e fiket. Mendon se mund t'i hedhesh një si, mora kutine e pagjishjeve dhe shkova, as një problem I madh. Ndoshta thjesht një lambe, e lirshme ose instalim elektrik me defekt. Kur trokita, Elira hapi deren me një buzek e shgjete shpejte. Ajo ishte me sinse dhe një sakete të lirshme, floket pak me të çrregullse zakonisht. Pasaj, pashenje vajzete vogel që shikontin nga doma, e nëngjes duke mbajtur një lepur të mbushur. Brenda, ta Elira duke u tërhekur me njëne. Kjo është mbesa ime era. Ajo po kendron me mua per fungjave ndërsa nena e saj është 6 kitetit. Era ishte rreth 8 vjesme si të medhenj, kur eshtare dëngje bisht kalike kersiste kur leviste. Ajo tundi doren me turp ndërsa unë ndikja Eliren drejt verandes. Përshëndetje zoti Dardan, tha ajo duke në ndjekur. Thjesht Dardan I thashe duke u ullur për të kontrolluar pagjishjen. Dhe përshëndetje edhe ty. Elira u mbeshtet në kornizen e deres duke pare. Era është plot me pjeqe sot, ka pjetur për gjithçka nga rritet e biskotat. Kesha duke hekur lamben, ishte një regullim I lehtë, një fole e korozionuar. Ndërsa punoja era u ulpranemeje duke pare veglat e mia sikur ta ishin të sare, si fare po ben, pjeti ajo, por regulloj driten këtë mos pulsogje me, shpjegova duke e thjeshtuar. Ajo të ndikoken seriozisht, pasta gjanoj koken. Kshaksi Dardan, si behen foshngjat, ngriva kachaviden nemes të rutullimit. Pjegja me goditi si një kove me ugjet eftote. Ngrita syte drejt Elires, fytyra ime po me diggjej.
Ajo po kafshon të buzen, kartesisht duke u përpjekur të mos keshte, si të e saj shkelkenin nga argetimi. E po, ta agjo, duke krikezuar krahet, ta deggjoj me Dardan. Si du të shpjegoj e kete, pastrova fitin, duke kerkuar me neksitim fjalet. Familja dhe pjegjet e tyre të rastesishme. Nuk isha I përgatitur për këti. E po era, foshnjat ato vajne, e di kur di njerez kujdesen vertet për njeri tjetrin dhe putën. Syta e eres u zgjeruan sikur të kisha zbuluar një truk magjik. Putje, si në TV, Elira shpetheu në të keshura atëheri, nje tingull vertet ingrote kë jehonte në verande. O, Dardan, tha ajo, duke tundur koken. Gjo eshte një mënyre për të thene, por era e dashur eshte pak me ndërlikuar se kak. Du ta kuptosh kur të rritesh, apo gjo, Dardan, tunja koken shpejt, faket e mia ende po dignin dersa shtrengogja lamben e re, po pikerisht. Me e madhe dhe me e mensur, era nuk dukeje bindur, por buzekeshi gjithsesi. Pra, nese putle purin tim, du te kem gjele pur foshnja, Elira I përkedeli floket, gjo pikerisht I vogel, por përpjekje e mire. Më barova punen, duke testuar dritin, ajo ndez I kendresh me tani. Elira me falenderoj, duke me dhene 20 euro, po buzikesh gja e saj zgjatin gje sekonde me gjate si zakonisht. Gje shpetimtar si gjithmone, dhe faleminderit ke e menakshove ate pjegjesin gje kampion. Pa problem tashe, duke paketuar, por ndersa et qa drejt venditim, fjalete pa fajshme te eres muriktjen në mendje. Dhe e keshura e Elires, ajo me mbeti gjithashtu. Per here të pare pas shume kohesh, njeva nje shkendigje të diçka gjete panjohur, kureshqe, ngrohtesi. E shperfilja duke I thëne vetes se nuk ishte asgje, tjesht një moment kesharak me fkingjen. Por ate na te, ndersa u lesha në verandën time me nje bire, duke pare I gjete shfakeshin mbi horizontin e Shkodrejs, e kapa veten duke menduar per Eliren, që fare historish fëshiheshin pas asaj buzekesh gjegjet e rezervuar. Depse I keshura e saj e bente mbremgjen, I kete të ndihej pak me pak bosh. Pas asaj pas di tegje të veshtire në verandeni I Elires, gjerat nuk ndryshuan brenda nates. Por duke pare pas, ajo pjeqe e pafajshme nga era hapi diçka mesnesh. Ditete ardhshme e kapaveten duke veshtruar me shpesh drejt shtëpisës së saj. Duke u pjetur nese du të telefonon të per një qiter regullim. Sigurisht të marten në mbremje, telefoniem undez per seri. Haj, Dardan, priza në zyren tim po ben qudira. Ben shkendigja kurfus në priza lamben, a mund t'i hedhesh njësi. Shkova pasim barova punen time të fundit, me kutine e veglave në dore. Elira me per shendetit e dera me të njejten buze keshje të leta, duke me quar në zyren I saj në shtepi. Nje dome e ngrohte e veshur me rafte librash dhe nje tavolinet e mbushur me dore shkrime. Nuk kishte erekete e here, ajo ishte kthjerte nena e saj. Ndersa u ula per të inspektuar instalimet, Elira kendron të prane, duke me dhene vegla para se ti kerkogja. Zhe I zoti në kete pune, ta ajo me kete si, ke menduar ndon gje here të hapesh biznesin tën. Unen grita supet, duke u fokusuar të priza, ndoshta një dite. Per momentin, jeshte mire që nuk kam dimgjen e kokese me neksimit të gerave vetem. Biseduam per gera të vogla. Motin e paparashiku e shem të Shkodres, vendet me te mira per kafe në kitet. Ndihej në tyrshem, sikur te kishim ka persir fazen e bisedave te veshtira. E regullova prizen në me paksen 20 minuta, por nëven këte në ksitogja te largohesha, këndrova kur ajo ofroj në gje filkshan qaj. Ulem në tavolinen I kuzhines se saj, do më mbante nje aromete lehte kanele nga qfaredo ke kishte pgjekur me heret. Gjate di gjaveve te ardhshme, ato ndjerve prim te vogla u rriten gradualisht. Një nate, isha në mes të përgatitjes se makaronave kur kuptova se me kishte mbaruar kripa. Pa e menduar shume, shkova de trokita në deren e saj. Elira hapi, me përparesën e sperkatur me miel, dhe keshikur shpjegova. Ja mere të gjite kriporen, ta ajo duke me tërhekur brenda, po bjek keke, këndro de provo njete sa podalenga furra, e bera,
Përfunduam duke folur për një ore për asgjë dhe për gjithçka. Librat e saj të preferuar, për bjekjen time katastrofike për kopshtari veren I kaluar. Ishte e lehtë, pa presion. Ndërsa ditët u kthyen në rutinë, filluam të hapeshim me shumë. Një pas dite me shi, ajo me thiri për të pare një rubinet ke pikonte në banjanisaj. Ndërsa unë punoja, ajo mbeshtet në kornizën e deres me krahet e krikezuar. E di nuk kam kene gjithmonë e kake tërhekur dhe ajo papritur. Në Tiranë kisha ngjeshjet e të tëre, redaktore në një shtëpi botuese të madhe, evente sociale të gjitha. Por pas divorcit tim gjithçka unë gjebosh. Unë dala me qelesin në dore duke ngritur syte. Divorci. Jo tingelon e veshtiri. Ajo të ndikoken, zeri I saj I këndryshem, por me njen gjengje dimgjegje të vjeter. 6 vite me pare, a I me tratoj me një kolegje me të re. Histori klasike, unë gjeva ak budallake. Paketova, u zvendosa ke tu per të filuar nga e para. Mendoja se ketesia do të ndimonte, por ndon gjehere ajo desht amplifikon vetmine. Fëshiva duart me ngeleke, duke u ngritur. E kuptoj. Po, kisha ngelidje në universitet. Isha shume I dashuruar me kete vajze. Mendoja se ishte reciproke. Rezultoj se ajo me shite tesht si shok, me shkaterroj. Nuk kam dale me asken ke ate heri. Mendova se eshte me e sigurt keshtu. Si te I elires uzbuten. Me e sigurt ndoshta, por edhe me e vetmuar apo ju, por I pranova, pa dishim me e vetmuar. Ka atëhere bisedat tona hinin me tele, fungjava tu bene diska per tu pritur me padurim, e lira filloj të meftonte per eksperimentet I saj të pjekjes, keke me boronika një të shtune, biskota me çokolate që tren, u leshim në tavolinen e saj me avullin që ngrihe nga filksanet tane, duke ndare histori, a gjo me tregoj per traditine, e ishit të sajne me shumë detaje, si ia kishte shkaterruar besimin, e kishte beret e pjesteve të nese ishte e mgjaftueshme per dike. Unë u hapa per homgjen e besimit, tim pas asaj refuzimin e universitet, si me kishte beret e zitesha ne pune per të shmangur lendimin per seri. Diferenca në moshe, unë në të nxezetat, ajo në të dizetat, nuk ndihej si pengese. Per kundra zi, I bente bisedat tona me të pasura. Sikur plote sonim bosh leket e njeri tjetrit, era shfakej here pas here, duke shtuar shkendigjen e saj. Nje mbremgje, ndersa unë dhe Elira ishim në balkonin, e saj duke pare dritat e kytetit të ndizeshin, era shperte u me nje qeterpjetje. Teze Elira, pse të riturit mbaj në duart? Elira me veshtroj, faketi more një nuanse roze, sepse I ben të ndihen afer e dashur. Era të ndikoken, pasta gjiku duke kërsir, takova sita e Elires, dhe të dikeshem. Ato momente ndiheshin si kopezat e padzelit ke bashkoheshin. Pika e verte te e këte sejs, erdhi pak para krishtlindjeve. Lagja organizoi një ngjarje të vogël për dekorimin e pemës në parkun ati prani. Asgjë e madhe, thjesht kakao e ngrohte, drita dhe një pishe e holeke të gjithë ndihmuan të zbukuronin. Elira me ftoi të bashkohesha me të dhe eren. U veshem trashe kunder të eftotit, era në tër hikte mesagjen e saj edhe pse me zikishte bore. Ndërsa varim zbukurimet, era foli per seri, nese shakshi dardan put të Eliren, ado të kenin gje foshnja, po tuaj se mera shiriti shkelkjes, e keshura e Elires kumbonte, e paster dhe e paperën bashtur. Por kur si te tane u takuan, kishte diçka të reati, e bute, ftese, gjotesht lozongjare. Vetëm nëse kshakshi dardande teze Elira pelkejt në vërtet njeri që trin, thashe, duke luajtur rolin, zeri impak me I këndryshem nga sa ndihesha, Elira me preku krahun lete, kishtat e saj duke këndruar. Përgjigje e miri, murmuriti ajo, veshtrimi I saj mbajti timin një sekonde me gjate. Enten ate, këtjer në shtëpine tim të kete, gjumi nuk me vinte. Riluaj të mbremgjen, ngrote sini e prekjes se saj, mënyren si e keshura e saj ndrison të ajrin e ftohte. Per herete pare pas vitesh, nuk thjesht po kaloja ditet, po prisja me padurim të nësermen të takoja per seri.
Elira nuk ishte me thjesht fëkingja, ajo po behej diçka reali, diçka që me frikesonte dhe me emociononte ne të ngjajten mase. Pran vera erdhi në shkoder si një shkrirgje e ngadalte, shiu u zbutak se të lejonte lule shtridet I kërshivit e shfakeshin. Punaj me ushtua me motin me te ngrote, me shume të bëte plasaritur nga ngrirgjete dimrit, me shume njerez këtë herisnin per installimin dricimit e gjashtim. Isha me I zene se kjure, duke punuar ore me tek gjata, por kjo do të thoshte me pak kohe duke kendruar të deraje Elires. Ende përshëndeteshim kur takoheshim, ose ajo me dërgonte një mesazh të shpejtë faleminderit për keshilën për atë kafene. Shta I preferuara ime I re, por biseda me te tela, ato që zgjateshin deri në mbremgje, ishin zbehur gradualisht. I tashe vete se ishte thjesht gjeta që nderhinte, por nje pjese e imgja pjesë të nese ai momenti drites se verandes dhe pjeqet e pafundme të eres kishin në ngjallur diçka, ke nuk ishim gati ta emertonim. Pastaj nje të ençte ne mengjes, telefoni im raheret. Ishte Elira, zeri I saj I tensionuar, ndryshe nga ketesja e saj e zakonshme. Dardan me falkete telefonoj kak shpejt. Por nëna ime ishte në spital. Ajo pati nje infarkt mbreme. Ajo ishte në një qytet të vogël pranë Pukes, rreth di orane veri lindje. Duhet të shkoj atje, por makina ime po ben çudira dhe gjam një remuje tani. Nuk hezitova. Do të sogjune, me gjep 10 minuta të marrë selesat. Ajo protestoj në fillim. Nuk kepse. Mund të marrë me kira një makine, por unë kem bengula. Elira, lerme të ndihmoj. Keshtu bajne fëkingjet, apogjo. Ajo heshti per një sekonde. Pastaj pesh periti një falemindrit kjo e tingellu I sikur mbante, me shume peshi se fjalet. Ndalova pranë shtepi sej, dhe ajo u fut brenda me një sante të vogel per natten, si ta e saj të skukur, por ta vendosur. Era nuk ishte ati, Elira kishte telefonuar mo tren e saj per ta marre, udhajtimi në verilindje ishte kryesisht I heshtur në fillim, shiu ke godistik shamin dersa kalonim, në per rruga të retuara nga pigje me gjelberim të perhershim, andiza radion lehte, andon gje stacion indie të bute per të mbushur hapesiren, ret nje ore me pas, Elira theu këtesine. Ajo eshte e vetmia që kam betur, Edi, baba I vdikur isha femija, dhe pas divorcit, nena ka kene shkembi im, veshtrova anash, duke paresh këtesimin të gdendur në fytyren e saj. Ajo eshte e fortesiti, do ta kaloje. Elira arriti të bente një buze keshje të vogel. Gjitmone ditfare të tuash, apojo. Arritem në spital në mesdite, nje kender modeste në nje kytet të ketet të retuar nga malet. Nena e Elires, Margarita, ishte stabile por e dobet, e lidur me monitorene nje do me te kete. Elira ungu prane saj, duke imbajtur doran, duke I peshperitur siguri. Une kendrovam brapa, por kur infermieret permenden se kishin nevoje per furnizime nga farmacia poshter rruges, une u ofrova. Gjate di diteve të ardhshme, krigjuam njeritem. Elira me naksonte anën emocionale, duke folur me mjeket dhe duke mbajtur doren e Margarites gjate analizave. Une begja punet, mergja kafe, blija ushkime nga restoranti perbale, magje regulova edhe një rote krevati kë gervishtej dhe pojcmen të të gjite. Ato në te ishin me të veshtirat. Spitali kishte një salet të vogel familjare me karigete pëkenshme dhe ushkime nga makinat shitese. Ndronim turne, por rret mes natese dite, Elira u rezua në vendin pranë meje e raskapitur. Nuk e di sfare do të beja patiketu, ta ajo, zeri I saj duke u tjerë. Lotet imbushen syte dhe ajo varosi fytyren në duar. Po sikur të mosia dale, ajo eshta e vetmja kë me kupton vertet, divorci zhvendosja gjithçka. U zhvendosa me afer, duke hezituar per një sekonde para se ti mbeshtilja krahun rreth shpatullave. Ajo u mbeshtet tek une, trupi I saj dride nga lotet e kete. Ajo po lofton, murmurita, duke I ferkuar shpinen butesisht, dhe nuk që vetem në kete, une gjam ketu.
Këndruam keshtu per ate ke mudukori, dritat fluorescente ke gumedzinin siper, frimemarja e eliresu ke tesua, de perfundimisht agjo ngriti koken, si te e sejgju takuan me timin ne dritenes behte. Faleminderit dardan gjovetem ke me solleketu, por edhe per. Gete, Margarita u permiresua mjaftueshem nga dita e treteke në tekteheshim me premtime për të këtjerë se shpejti. Udhetimi për neshte pi filluinën jekil të këtjelet, por sa pohime në autostrade, rete e reta u grumbulluan. Shiu binte me forse, dyke e këtjer rrugën në një mjegull të reshkitshme. Pas taj rreth gjismes se rrugës, kamioni im undez me veshtiresi, një problem me ripin mendova nga zeri. Indalova ne anë të rrugës, duke hapur kapakon ne me stashiut. Elira mu bashkua, duke mbashtur njëj sader ke bente pak kunder eris, a mund të regulosh, bertiti a gjom bistuhi, gjo ne kete mot, bertita une, do tena duhet të presim. Unë gjitem perseri në kabine të lagur dhe të dridhur. Ngrohesi frynte me forse, por ftotesja vazhdonte. Elira ferkoj krahet, duke pare drejt rebeshit të shiut. Gjon dihet si një metafore per gjetën ti me kohet e fundit, ta agjo butesisht. Gjegje pas gjetres, u kteva nga agjo. Hej, stuhi te kalojne, shih ne nentende, ajo ishte tashme me mire. Ajo me takoj veshtrimin, floket e saj te lagurke i retonin fytyren. Ke pjeturin don gjehere nese do te ishim takuar me heret. Para gjite barresime, gjerat mund te ishin ndryshe. Pjetja kendroj ati, i rende me shfare po sikur, te pashprehura. Zgjata doren, duke i larguar një fije floku nga fakja. Gishtimi madhë duke kendruar në lekuren i saj. Nuk me intereson me heret. Do te do gjatani me ti. Frime marja i saj undal, dhe ne ate moment, me shiun ke binte si një ragje zemre, u afrova. Budzete mia i preken balin se pari, butete te kushdes shme. Si ate nate në spital, por me telle tani. Ajo nuk u teruk. Per kundrazi, ajo anoj koken lart, dora e saj gjeti në fulen time. Putja ke pasoj ishte e bute, me shigje shude lehtesimi. Nje miren gjogje e kete per gjithçka ke ponderto heq mes nesh. Undamin dersa stuhja u zbut, as njeri prej nesh nuk ta as një fjale. E ndoka kamionin me një regullim të shpeqte dhe vazhduam rrugën në heshtje të rehatshme. Duart tona here pas here preknin në ruesin e shpeshte si se, këtjer në shkoder, e shokerova deri të dera, flimire i tashe, edheti, u perg gjigjajo, syte e sa gjëmbanin timin, ndersa u ktheva per te shkuar, a gjo shtoj, dardan faleminderit per gjithçka. Atenate vetem ne shtratintim ku gjështimi i prekgjas se sa gjmbeti. Udhetimi na kishte hapur, kishte ekspozuar dobesit e ku kishim fshehur të di. Nuk ishte me thjesht mikesi, ishte diçka reale, diçka kje me frikasonte sepse ndihej kak e drajte. Dhe per heret e pare, nuk po i gja preq saj, thajer në shkoder, botan ndihej ndryshe, sikur ajri kishte ndryshuar pas asaj putje gjeneshi. Margarita po permiresohe, mjaftu e shem stabile kje elirat e mirër të frajme me leta, por udhitimi per ne shtepi kishte zblokuar diska mes nesh. Nuk folem me njahiri per kete, nuk kishte deklarata të medha apo me ngjeset e veshtira pas. Në vend të ke saj, u këthem në rutinën tonë, por me një rime tërë të fshete. Kaloja në ashtëpja e saj me shpesh, gjove të mper regolime, e për për të ndarin gje vakt ose për të shetitur rreth blokut. Dora e saj du të prektetimen, ose ajo du të mbeshtes të koken në shpatullen time gjaten që momenti të kete në verande. Ishte delikate por reale. Per here të pare pas vitesh, ndihe sha sigur po ndertoja diçka, gjo tjesht po reguloja te ka ishte prishur. Për lagjet si e gjona ka nësi dhe veshe, fillojnë nga dale. Në gje veshtri ma nësorindja e fkinje kuru largova nga shtepja e elires një mbremgje, ose një bisede e ulet kedek gjova në dikani në koshes. Aj usta jiri dhe redaktorja e divorkuar poshte rruges. Ti mendon, ish per filja në film, duke menduar se njerëzit nuk kishin gjet që tërme të mire për të bere. Elira nuk përmendi as gje, keshtu ke supozoa se nuk kishte arritur të kagju. Agjo dukej me e lehte atu dite. Buze kesh gjete saj vinin me lehti, prek gjete saj zgjasnin me shume. Kaluam mbremgjet duke gatuar se bashku, gjerat e thjeshta si makarona ose tost gjati.
dhe duke folur për të ardhmen në tërmate pakarte shpresi. Ndoshta nje udhetim kete vere të shte agjo. Vitemne, pastaj rreth një gjave pasi u kthiem, vura ndryshimin. Elira filloi të anulonte planet ton atëherë stesishme. I zene me redaktime, do te shkruan të agjo ose e shtigj, dimgje kuke. Kur I begja me dore nga oborim, agjo e këtente shpesh dhe zduke I brenda. I tashe vete se ishte stresi nga puna, ose ndoshta shketesimi per nenen e saj ke vazhdonte. Por thelle brenda e digja ke diçka nuk shkonte, gjë pas dite. Kallovanga dikani I materialeve të ndërtimit për furnizime dhe takova zonjën shala. Vejushen e bisedave ngjitur me Eliren, a gjo me tërhoki mengjën e prane raftit të bogjerave, zeri I sajnje peshperiqe konspirative. Dardan I dashur nuk dua të futem në punet tuaja, por nxerezit po flasin. Ti dhe Elira, a gjo jeshte nxe grua e mrekullueshme, por me historine I saj dhe qeshtjen e moshes, e po, nxerezit pjesin. Nxeva stomakun te me binte. Qifare do te po flasin. A gjo me përkede di krahun me simpati. Oh, e disi eshte, a gjo zonja e shkrete e divorkuar ke kap ustain, eri. Disa tone se eshte e embel të qeret gjo akshume, thjesht mendova se duhet të digje, une tunda koken pangjengje, paguajta per, gjerat e mi adhe u kteva në shtëpi, gjo e shpjegonte. Shmangia, distanca, Elira duhet të kishte degjuar, pse nuk kishte të ne asgje. Ate mbremgje nuk mund të hikja nga menja, e që param brapane dokumentime të ndengjes, maksima gja ime, duke me pare me kureshtje nga koltuku. Me ne fund, rreth orestete, morak shaketende shkova. Drita e verandes ishte ndezur, por dritaret e saj ishin të zbehta. Trokita, zemra po me rrite fort. Elira hapi deren pasa sej, ke mu duk nje amshim, fitira e saj e zbete në dritan. Ajo ishte me tuta floket të lidur pas, duke sikur nuk kishte fjetur mire. Dardan, ta ajo, habia ke shkelkente në site I saj, që fare po benketu? Duhet të flasim, I përgjigja duke hire brenda kur, ajo nuk me ndaloj. Shtepi andi hejme e kete se zakonisht. Pe muzike apo aroma pjekjesh, ajo me qoj në kuzhine, por nuk ofroj qaj keteheri. Në vend të kesaj ajo umbeshtet në banak, me krahet e krikezuar si mburoje. Per qfare, pjeti ajo me gjite se toni I saj toshtese I dinte. Thashe temet, zonja shala me tasot. Nxerezit po flasin per ne, diference ne moshe divorcin tend. A eshte kjo arsjegja pse po ter hi keshe. Ajo shikoi poshte, duke luashtur me ne peqete e kuzine. Nuk do gjatë të ter hikja në kete. Po, kam dëgjuar peshperit që prane kuti se postare, shikime kur shkogja ne dikan. Ajo e lira gjithmone duke terhe kur logjine gabuar, ose me kek duke me shiruar si kur ta isha ndonjë grua e moshuare deshperuar. Mendogja se ne se mbagja distance do te kete sohej, u afrova zgengjimi I përzir me dimgje. Po ne, tjesht do te me mbilje deren pa tene asgje. Si te I saj u takuan me timin duke shkelker. Dardan tigje iri, ke gjithe jetën para, pa barre, pa plagesi të mijat. Po sikur kjo, qfare do kete jete kjo te të pengoje. Njerezit do te ti gjikojne edheti. Do te toni se naiva po me kek, nuk dua kete perti. Zëgjata doren per doren e saj, por ajo u terhuk paksa. Elira, ndalo. Nuk me intereson qfare tone, ata njerez nuk në njohin, nuk e dine si me bente kesh pas një dite të mërshme ose si te folurit me ti ndihet si te këte heshne shtepi. Po gje me e madhe, pesëmbedje të vjet, qfaredu. Por kjo nuk ndryshon si ndihem. Të gjam me ti, eshte hera e pare kë ndihem gjale pas shume kohesh. O gjo u këtje zeri I saj duke u tjerë, por po sikur të largohem, po sikur të paketoj dhe të shkoj diku qeter. Të filoj per seri, pa tashet të me pashikime, a do ti me ndosh se kjo eshte me mire. Fjalet rane si një grusht, të largohesh. Mendimi I saj të zhdukur, shtapja e saj e ret të bosh, per dredi diçka brenda meje. A eshte këgjo a gjo kedo, te ikesh. A gjo të ndikokin, lo te tashme po I ridnin. Jo, por kam frike.
frike se mos të lendoj, se mos nuk gjame mjaftueshme. Ish I mu largua sepse nuk isha me emocionuese, po sikur të zgjohesh një dite dhe të koptosh të njëjtë ngje. Nuk mund ta duro gjame. Hodha një hap perpara, duke e tërhekur një krahet e mi. Ajo rezistoj per një sekonde, pastaj u shkri në mua, vajtimet e saj të mbitura në kemishen time. E mbajta fort, duke ngjere dridjen e saj. Elira, dëgjo, ti e me shume se e mjaftueshme. Ti e gjithçka, nuk me intereson mosha e kaluara, tash e themet. Të jemeti me bente dua, të përbalem me gjithë ato marrëzira drejt për drejt. Nëse do të shkosh, mire, por me merr me vete, nuk do të lete me largosh për shkak të asaj ke mendogjne disa fkingje kureshtare. Ajo u tërhok aksaper të me pare si te e saq kërkonin timin. E ke fjalen, që do fjale, diga të tjen atëhere, ajo me kapi fytyren, gishtat e saq të me dhenj, duke me prekur faket. Nuk kam pasur kurre dike këtë luftoje per mua keshtu. Mendoja pas divorcit se do të isha vetem për gjithmonë. Por ti me ben të besoj per seri. U perkula balet tona u prekën. Il tehere besote ne, du ta zgjidhim se bashku. Këndrua matine kuzhinen e saj, duke mbashtur në gjerit gjetrin dersa ora levis të butesisht në mur. Nuk kishte nevojë per me shume fjale atenate. Ta shetemet, dishimet, nuk ishin zdukur, por ndiheshin me te vogla, te ka persiesme. Per heret e pare, pashen një te ardme, jo t'jesht një rutine. Den dersa frimi Marja e Eli resu ketesua kunder kraharorit tim, e dia se kishim zgjedhur njeri qetrin. Pa I kur pa u fshehur t'jesht ne, gati per tu përballur me qfare do këta vinte. 6 muaj kaluan, sinja mjegullëndrishime shta keta. Nga to kete kapim pa pritur derisa një dita kupton se gjeta gjote nuk ngjan as pak me ate ke ishte me pare. Elira dhe une nuk I kem nga thashet e met. Ato u kete suan përfundimisht, si që ndodh gjithmone me thashet e met e lagjes, të zeven dhe suara nga shperkendrimi që të shkelkjes. Disa njerëz ende na shikonin çudit qem në festat e blokut ose kur ecim dore per dore, në tregun e koshjes, por mesuam t'i shperfilim. Leri të flasin, toshte Elira me nje buze keshje ironike. Kemi gjera me të mira per tu fokusuar, dhe ashtu be me, zgjodem të kendronim, të rëngjoseshim me telen e kete sep të vogël të shkodres, duke e këthier vilen e saj dhe gjithngjaj me shume shtepine time tradicionale ne diçka ke ndihej si e gjona. Filojin gadale, une vizha me veglat e mia në Funjavi, duke reguluar gjerat e vogla ke ishin lene pasdore, duke ripikturuar muret e kuzhines, mengje të verde të bute ke ajo zgjodi. Duke mbilur dritaret kële shonin rime, ma gjë duke ndjertuar një rafte vogel per grumbulin, e saq gjit një ne rritjet e librave. Në kembim, ajo me tërhikte në kopsht kumbilnim zambake per pranvere, tulipanet e narsise, simbolet e filimeve të regja, I quante ajo. Gatuam se bashku shumicen e mbremgjevi, duke eksperimentuar me resetanga librat e saq të vjeter të gatimit. Une grumbulloja perimet ndersa ajo perziente salkat, bisedat tona gërshetoheshin midis të zakonshmes dhe të telles. Ban mend kur era pjeti per fos njat, tal te ajo, duke me goditur lehtesisht me I gjet e saj. Une keshja, duke e tërhekur afer per një putje të shpeq të ke shpesh, të hejne diçka me tanga dalte, me të embel. Erau benje figure regullt në gjeten tone, vizitat e saj I këtjen Funjavat në aventura. Motra e Elire se siltesh do të shtune qeter, dhe në të trepjeknim biskota ose shetisnim në per shtigjet e aferta, energjia I pafundme e eres në tërhikte. Ajo aduronte Maksin, ma sentimit e vjeter, I sili I toleronte per kafimet e saj me dashuri zemerake. Ato di tendi heshin si veshtri me tenje familjeje, të papersosur, të bashkuar, por reale. Elira lulezoj neto, veshtrimi I rezervuar në site e saj uzbut, I zëvendesuar nga njën grotesi ke e ndryqon të nga brenda. Nuk mendoja kure se do të guksoja të filloja perseri, pesh peritën të ajo disa nete, e perkullur prane me gjene divan. E keshura në shtepi, dikush me të cilin të ndaj ke të sine. Një pas dite e fresket në fund të veres,
Ishim të gjithë në domen, e ndëngjëse e lirez, duke ndihmuar eren me projektin e saj shkollor, gjedjora ma e njepeme familjare. Letra dhe ngjitesa ishin shperndare në tavolinën e kafese, drita e djelit hynte nga dritaret ke sapo kishim pastruar. Era ngjitin gje fotot e nenes të tezës se saj në tabele, pastaj na shikoj me ato si te med henj, te pafaj shem, teze elira, shaksi dardan, nëse putenit e kenin gje foshnja, a mund të gjemune motra e madhe, mu mbitugji, duke e vendosur goten me zhurme, e ke shura e elires mbushi domen, e pasterdie pa përmbajtur, dora e saj gjeti tajmen në tavoline. O era, tha agjo, duke fshire një lot targetimi nga siri i saj. Ku i gjen keto, era ngriti supet e pashkete suar, nga te vide nga gju, puthni shume, veshtrova e liren, faket i saj të skukra, por buzekesh gja i saj e sinkerte, epo e vogel, thashe, duke i ferkuar floket eres. Foshën gjat vine nga me shume se thjesht putjet. Ato vajne kur di njerëz vendosin të ndertojnë një familjes e bashku permes diteve të mira dhe atyre të veshtira. Era tundi koken me mençuri si kur kjo të kishte kuptim të persosur, pra po ndertoni nje. Elira me shtrengoj dorën, zeri i saj i bute, në ndoshta po e dashur, hap pas hapi. Ndërsa era uzit përseri në projektin e saj, duke kënduar me vete, Elira mbeshtet i koken në shpatulen time, nuk besoja kure se do te guksoja të filoja përseri, murmuriti ajo, vetem per mua, por se do dite me ti, une e dua këte, te gjite këte. Va marre parasysh çfarë na shel bota. I putha ma gjene kokes, duke në gjere e një vale diçka gjetet hele. Miren joh gje dashuri pake. Edhe une, do ta përballemi se bashku, ta shete me gjeta gjithçka. Pas digja u kthie mbrem gje keshtu, në të tre duke keshur me djoramen e shtrember të eres, shtepja e mbushur me aromen e bukes, se e lires tebje kur në shtepi. Gjashte, lagja gume zinte me ritmin e saj të zakon shem, femije me bicikleta kenke e lehinin, por brenda ishte e gjona. Drita këndrojnë dezur derivone atenate, duke hedur një shkelkim të ngrohtene per dritare, maksi i perkulur në kembet tona, era përfundimisht duke fjetur në divan me lepurin e saj. Elira dhe une u ulem në verandë me vone, të mbeshqele me një batanigje. Duke pare i gjete shfakeshin bi kodrate e largeta. Gjeta nuk ishte perfekte, kishte ende peshperitje non gjehere, ose dite kur dishimet e kaluarate e liresk të heshin, ose kur puna i me largonte shume gjate, por kishim me suar te flisnim perkete, të mbanim gjeri qetrin me fort. Nga pjeqet naivit të eres të stuhite ke kishim kaluar, kishim dertuar, diçka të forte. Nje shtepi ke nuk ishte vetem mure dhe cati, por heshqet e ndara dhe shikime të vgjedhura. Në ate vile të vogel ne fund të rrugas, në ndritën e verandes, ke kisha regulluar të gjite ata muaj me pare, kishim gjetur lumturin e tone. Jo pavaresisht botes, por pikerisht në mes të saj. Me kvajnë dardën leka dhe gjam 27 vjec, duke punuar si usta i shtepise